Firma e cila ka fituar projektin për pastrimin nga drurët e rrëzuar në pyllin e sodës ka braktisur punimet. Në mushkrinë e qytetit të Vlorës, prej fillimit të muajit maj nuk punohet më. Faktikisht, për realizimin e këtij projekti u punua vetëm disa ditë dhe më pas ajo punë e nisur u ndërpre në mes. Punimet që nisën në mesin e muajit prill zjatën deri në fundin e këtij muaji dhe më pas gjithçka u ndërpre për të mos vazhduar deri më tani, teksa nuk ka informacione se çfarë ka ndodhur dhe ku është ngërçi, por fakti është gjendja që sot pylli i sodës. Një kasapane vërtet është kryer në pasurinë e qytetit të Vlorës. Projekti i cili kishte për qëllim pastrimin e pyllit dhe drurëve të rënë është kthyer në shkakun kryesor të dëmtimit edhe më të madh të zonës, e cila mban gjallë ajrin e pastër në qytet. Nëse vështron sot pamjen që është lënë një prej pjesëve më të konsiderueshme të këtij pylli, prej zonës së plazhit të vjetër dhe deri te kanali motorit, do ta kuptosh më së miri këtë fakt. Prej mushkrisë së Vlorës, më së shumti janë hequr drurë të shëndetshëm dhe ata të cilët kanë qenë në këmbë duke lulëzuar, se sa drurët e dëmtuar, apo ata të cilët ishin rrëzuar për tokë. Sigurisht se pemët në lulëzim përkthehen në më tepër fitime, pasi të gjithë drurët e prerë do të shkonin në një firmë private, e cila do t'i kthente në palete duke shpërblyer në vlera monetare. Janë larguar prej pyllit të sodës vetëm një pakesë e drurëve të dëmtuar dhe atyre të rrëzuar për tokë, të cilët pengonin kryesisht territorin. Për shkak të braktisjes së punimeve, shumë drurë të tjerë të prerë janë lënë ende për tokë, teksa pirgjet me deg janë të grumbulluara gjithandej. Në disa zona duken edhe shenja të zjarrit, ku shumë deg nga që nuk janë pastruar, ju është vendosur flaka. Madje edhe shumë drurë të tjerë që rrezikojnë të bien për tokë nuk janë prerë ende dhe po vazhdojnë të dëmtojnë edhe pisha të tjera. Praktikisht, firma nuk ka realizuar as detyrat e saj bazë për të cilat u kontraktua. Pavarësisht anomalive disa ditë pas fillimit të punës, projekti braktises sërish. Në të gjithë zonën e pyllit të sodës nuk sheh më asnjë mjet apo punonjës që të merret me realizimin e këtij projekti. Situatë kjo që do të vazhdojë e tillë me siguri edhe në vazhdimsi.